Përshëndetje të dashur shikues të DTV Media. Mirë se po takojmë edhe këtë javë këtu në emisionin Fshati Jon. Kësaj radhe kemi zgjedhur të vim në fshatin Klinë e Epërme në komunën e Skënderajit. Për më shumë, ndiqeni këtë epizod. Nderuar përshëndetje, a mund është një prezantim të shkurtër për njerëzit që po na shikojnë? Po, mëre. Unë quhem Avdullah Bayraktari nga fshati Klinë e Epër, komuna e Skënderajit. Baca Avdullah, a flasim pak për Klinën e Epërme, për banorët që ka për shtëpijat, me kënë kufizohet e kështu me radhë? Po, faleminderit. Fshati jonë është një fshat shumë i bukur, ka një pozitë gjeografike shumë të bukur. Shtrihet në pjesën veriore të Kosovës. Kufizohet është si bashkësi lokale, gravitojnë në këtë bashkësi lokale 4 fshatra, fshati Kuqis, Tërnas, e kem Klinën e Mesme poshtë dhe kem Kotorën. Shtrija e fshatit kryesisht në pjesën veriore kufizohet me Kuqisën, në pjesën veri lindore me Tërnasin, në pjesën kënina e kem Prekazën në pjesën jug lindje, në pjesën e jugut kufizohet me Klinën e Mesme, ndërsa në jug perëndim me Llaushën dhe jug perëndim me fshatin Kotor. Fshati jonë kryesisht, që thash, është një pozitë gjeografike shumë e mirë, ka lënë bukurinë e fshatit jep edhe lumi Klina, që e dan fshatin në 2 pjesë. Kufizohet domethënë aksi rrugor Mitrovic-Pej edhe Mitrovic-Skënderaj. Këtu drejtimet i marrin nga fshati jonë për Pej edhe për Skënderaj. Është një fshat me dikon 350 shtëpi deri 400 e banuar. Ka shkollë, ambulant, veprimtari zejtare janë të gjitha, edhe është një fshat me një qendër shumë të mirë. Nderuar, masi folëm edhe pak për banor, apo na tregon se me çka mirën kryesisht banorët këtu në fshat? Po, kryesisht përpara janë marrë ka me bujqësi edhe janë kanë të punësuar, po flas para luftës, në Mitrovic e kemi afër. Mitrovicin dikon 17 kilometra prej neve. Ka qenë teknologjia zhvilluar me fabrika në Mitrovic edhe kryesisht mund me thonë lirisht 60-70% fshatit janë punësuar në komunën e Mitrovicës. Janë marrë edhe me bujqësi, sepse toka ka shumë pjellore, afër lumit Klina është tokë humusore klasit parë dhe është lehtë e punueshme edhe çdo sen e bën bereqetin shumë. Banorët po flas një periudhë pak më gjatë që kanë pas krizë për bukë, Klina e Epër nuk ka pas probleme me siguru ka fshatën e bukës për banorët e vet. Masi që ka siguru ka fshatën me bukë, domethënë për banorët e vet, a ka shërbyer edhe për fshatna tjera për rreth si furnizuese? Po ka shërbyer normalisht, po këtu ka qenë, që thash parë, ka qenë pozitë gjeografike dhe ka qenë si qendër afër qytetit Mitrovica Skënderaj. Ju ka bën mikpritje katunët thella që kanë qenë, që zakonisht anina pjesa Broj, Kludërnis, Rakenis, Vojnike, shumë të tjera, ka pas si pushim për mu javujt tregut për Mitrovic për banorët e thellë të fshatra tjera. Masi im të full për banorë, çush e kalojnë në mesveti banorët? Banorët këtu kalojnë shumë mirë, unë që tash i kam 64 vjetë, nuk maj men që ka pas nga thresa apo vrasje në fshatin tonë. Tu Shreceka është shtrija e lumit, e da në fshatin 2 pjesë, rreth lumit është tokë pjellore shumë e mirë, edhe na gjitha tokat i punojmë, tu i kalu njëri tjetrit edhe kur nuk ka pas pengesë, as probleme, më të vogli nuk e kanë pas. Se tokat nuk e kem të rregulluar me komensacion edhe me rrugë, ne jemi detyruar, për shembull nashta 5-6 ose në 10 ara mi shkel për me shku me punu arën të. Po, fatbarësisht, janë të mirë kuptuar, janë civilizuar edhe kur nuk kanë has pengesa për shembull me pengu njëri tjetër me punu ose me lënë tokën në djerrin për shkak të rrugës. E kam fjalë. A 90% i tokave që janë pa rrugë. Të organizuar çashtu, ndajën një herë rreth lumit, parcella të vogla apo toka shumë e mirë, edhe kështu kanë ardhur në këtë gjendje. Fshati Klinë këtu i Skënderajit ndohet domethënë në 3 pjesë. Apo na tregon se çka bën këtë ndasi edhe pse është bërë kjo ndasi e fshatit?
Jo, këtu jenë fshatra të veçanta, janë 3 klinat. Klina e mesme është thuaj me ngjit me Skënderajin 1 kilometër, është klina e mesme dhe klina e epër. Klina e epër është bashkësi lokale, ka qenë edhe para luftës, edhe mas luftës është, që shëtëseka gravitojnë 4 fshatra, është Kuqica, Tërnasi, klina e mesme edhe Kotorri, një bashkësi lokale. Këtu e kemë shkollën 8 vjeçare pej vitit 1965, ka 2 paralelet ndara në fshatin Tërnas edhe në fshatin Kotor, ku pasoj e migrimit madh popullatës e ka prek edhe fshatin tonë klinë e epër, po konkretisht më shumë fshatin Kotor dhe Tërnas, se përpara po shkoj konkretisht me vitet, dikun vitet 1993, shkolla jonë ka pas 1236 nxënësa. Këto është shifra e sigurt. Tash me sa di nuk jem fort i sigurt, po ka ra nër 400. Është pikpyetje e madhe për shkak të migrimit popullatës në qytet apo edhe jashtë vendit, është në rrezik që shkolla paralele andare shkollës klinë e epër në Kotor është para mbylljes, po kam dëgjuar që edhe në Tërnas është zvoglu shumë numri nxënësa, është pe klasës parë deri në 4-ën, pe klasës 5 vazhdojnë në klinën e epërm, po siç po ndodh dhe çdo krejt Kosovën edhe neve na ka prek migrimi disa në qytet, jo shumë qytet klinën e epër, se na e kena pas qendre gjithë këtu, lëvizjet e transportit ka qenë të mira, asfalti ka qenë i shtruar, kjo aksi rrugor Mitrovic-Pej është ndërtu shiritja asfaltit 1969, 70, 71, se atëherë një rrugë është ka zgjatë më shumë me shtru, më kujtohet kështu me sigurt. Këto edhe do më thonë na pej 1971 na jemi me asfalt. Fshati jonë, veç po shihet, e ndanë fshatin 2 pjesë, aksi rrugor, ka qenë i qendër, është fshati civilizum, janë njerëzit e shkollum bukur shumë, ja ka mundësu afërsia shkollës, afërsia qytetit, Prishtinës, sot fshati jonë nuk ka familje, që nuk ka njerëz me fakultet, muj me thonë 1, 2, 3, dhe nështë edhe ka me 10-ra, kanë arrit më ballë magjistra edhe doktora shkencës. Sa i përket familjeve në fshatin e ju, cilët mbiemra janë mas shumti që janë me atë mbiemër në fshatin e ju? Ti prezantoj lagjet, mas shumti janë lagja Bayraktare, pak më e madhe, lagja Avdia është në Rafshtur. Afër e kene lagja i Hamzaj, Osaj, kjo është lagja Tahiraj komplet, një lagje bukur e madhe, e kene lagjen Mecinaj edhe baranet janë në Kodër. Këto lagje janë të gjitha në fshatin të. Këtu në fshat përshijet që ka edhe ora shumë të melta. A e shfrytëzoni lumin për ujitje, apo çysha bëni për me ujit këto ora? Para luftës, lumi është shfrytëzuar maksimalisht edhe për ujitje, po edhe ka pas tërheqje atmosferike më shumë. Një kohë gjatë lumi është degradu, se kanalizimet shumica e kanë derë në lumin. Tash është rregulluar, me thonë, kanalizimi, po jo në 100%. Ka fillu lumi prapë me marrat vetën, mu pastru, është lum shumë i mirë, dhe më thonë qarkullon gjatë vere dimen, është lum i mesëm, me thonë, është shfrytzu, tash bujqësia është zhvillu ma intensivisht, me mjete ma moderne, po rinia pak, edhe është met pak ma onësh bujqësia. Ata që po punojnë, po fillojnë me mjete ma moderne, para luftës të që shëtësej kanë një plom tokë nuk umet në batalë. Edhe, unë e më i men edhe, po flasë shkojnë decenën vitet 70-ta dhe 80-ta, është me mjete ma primitive, me kije, me kual, e tjera. Ma vonë kanë fillu modernizimi blerja traktorave, mekanizmi bujqësor, e tjera. Sa i përket pjesës bujqësisë këtu në fshat, a ka ndonjë familje që mban shambull lop, dhi, dele, kështu me radhë? Para luftës, shtëpiat nuk ka pas familje, që nuk ka pas lop, kam pas edhe dhen, ose minimum pula e shumë gjona tjera, nuk ka pas familje. Tash lirish me thëmë mbi 95% nuk kanë. As pula nuk mojnë, veç fshati e urdin me shtëpia të bukra, edhe veç gati po kalon një qyteze vogël e Skënderajit. Pse po ndodh kjo? Po ndodh rinia pak jashtë, kushtet e bojnë të veten, tash nuk mund plehrat e shtallës, ku do mi qitë, kur që shtëpia për shtëpia janë shumë afër, trojet janë zvoglu, popullata arrit edhe kështu. Kanë fillu me shku ma moderne, i kem fshati unë
kujtoj 1-2-3 ferma që majnë gjellë, një kem naltë, bëllë bashkëshëria jemi është, dikon i ka 5 gjallë copa, edhe një fermë është në klinën në mes, me qështu, se një individuali është tu zvoglu shumë. Sa i përket anës kulturës, a ka ndonjë kulturë të veçantë këtu në fshat që i dallon për fshatnave tjera? Po, kulturë të veçantë, thash, është tu ka humësore me miell patate bëhet shumë mirë, edhe gjitha në të humësore të klasit parë i bën gjitha, veç i donë me punu. Ne kena pas kooperativa të përpara, ka pas pemë, kanë fillu, është edhe një pjesë bukur me pemë e miell në këtu, një disa hektarë, mundum që tash me shku ndashta dhe gjithdeni me vizitu, kanë fillu njerëzit më marë pak ma shumë me një veprimtari, me sera kanë fillu, me drejza që ato e që përshijet ai shërini ato drejzat ato jenë mjellda, sera, e kështë më radhë. A flasim pak edhe për jetën tonë personale kur e ka një ri këtë në fshat. Qysh e ke kalu një ditë ose qa ke bo gjatë një ditës shumë fshat ose një ditë veçantë që e mon menti? Po, në fshat kem kry punë të fshatit, si fëmi i kom ru bashkë qenë këtë vend tu, i kom ru delet. Si fëmi, shkollën e kena pas shumë afer, kena lujt me tëp, kena organizu turnire për gjdo vetë, muj me thonë minimum 3-4 turnire, fshatat për rreth, si të zakonisht fesat, kur ka ra për shembull 28 nëndori, është organizu gjithher, ka një turnire, kena pas ato turnire shumë të mëdha, kanë marrë pjesë edhe fshatat për rreth, që thashtë bashkësisë lokale, po edhe fshatat për rreth, Prekaze, Kline Olte, Skënderaje, Laushe, se jemi si afër këtu, edhe ju në bo deri 20 ekipe për festën 28 nëndorit. Si zakonisht jenë organizu festat edhe për 1 maj, si zakonisht ku jenë ka ditë pushimi 1 maj edhe 2 maj, po edhe kur e rake e shtunja e dilja, u konë një fest, një madhashtore, u bëjke një turner këtu, ke pas futbol 4 ditë për shumë të shkolla rregullisht deri finalja. Tash pak e rinia po neglizhojnë me telefona, me sene, na jena hanë për shumë dhe në vetë e di, në moshën teme 20 vjeqare, në ashta kena mi me shati, që thujmë, në ton ditën patatës e miser, në ora 6:30 kena pas me ardhë më taku me lu futbol edhe një orë e gjysë kena lu. Qa dhe me thonë sët, një të rivët me thonë me rmi ton ditën me shati, me prashit miser, edhe me ardhë me lu futbol 1-2 orë. Veç futbol me shti me luz, besej që i kish lu 2 orë, le më mërmi me miser. Pak me të organizun, po më duket mua, veç në ashta që po kom qefona, rinia ka qenë ma organizune, para luftës. Tash po më duket si rinim pak ma e zbet, telefona pak përri ma shumë, një respekt të ku ma i madhë, e shumë gjona tjera që kena pas. Nështë tash e është ma mirë pak, nuk e ti. Tash ti që e dalë në penzion, me qka po mirë është tash me një ditë penzionit shambull, me qa mirë është ti? Unë jam ekonomist i diplomon, para luftës kam pas një firmë teme, mas luftës kam punu në trupa në brysë Kosovës, në FSK, edhe jam penzionist e FSK-s. Kam dalë në penzion në vitin 2017, atë vetë i kam një shtatare pëmë që ka, i kam ndërru pëmë, kam dasht në vëmëtarin teme, e kam ma shumë si hobby, por normalisht, mas i porri shumë, po më një mujnë edhe familja, djemë, shoqja, vajzat më ka një mu shumë, edhe i kam pregadit kogja mirë, tash normalisht edhe një levërdi e mirë me pëmë është, kam mjellë në mollë, dardë, qurshi, kumull, vishnje, ftu, gjitha i kam bo. Bile shpes si shaka kam bo, vitin 2024, pata qurshia shumë, e bëjsha hajgare me dëshok, tash që kam hangër qurshia, 2024, 60 vjetë ma një nësë kam hangër. A kështë mujtë me shku me i pa ato shtatari? Lire shkujna e vizitujna që ofër, që të minarem, shkujna. Tash kemi orë këtu të ora jote, do më thonë? Sa orë janë këtu në pëmishtë? Tu një këtë pëmishtë i kam 70 ari. 70 ari pëmë, jem dalë në 2017 në penzion ka FSK-ja, ka marrë si hobby dhe të në raj punën pak. Jemi orë këtu në pëmishtën tome. Apo në kalëzën sa ori të jenë që të mellta me pëmë? Po këtu i kam 70 ari, pëmë
të kombinune, kam 300 trupa e kam mull, kumull që ato kam ja 350, qërshi kam 50, vishnje edhe pak dardha në altanina, i pak. E kam edhe një pemish tjetër, një arë tjetër, atje i kam një 68 are, atje i kam dardhat kombinune, jam të mundu mi këthy dardhat autoktone, dikon kam arrit mi bon një 20 lloje dardha, po pak probleme dardha, pak me ndishme dhe pak ma problem. Pej mas lufte janë pej rrugës mundja, jë nderë të lloj, ato me gazna e seneve, po në thaën, po ma problemi majtë. Kumla pak me e fort, po qindra ma shumë, që kumla nalti kam ja 300 trupa, dardhë që tu i këm pas një pjesë, që tu i këm pas 150 copa dardha, po i këm pas shërtu në krejt në ftu, që ashtu më thanë, edhe më kanë pas gjitha, më ka dasht mi nëzirë të gjitha, përsëri mi mjell, i këm mjell kumull. Do të thonë pej dardhës e ke shërtu në ftu. Jo, dardhat kanë qenë shërtu në ftu. Dardhat kanë qenë ftu. Po më shpjegon E çish pak bëhet ma ky lloj shumë, shërtimit? pak ma shumë pe sulmon ftonin, mushmollën edhe dardhën. Që kjo s'mundi, me thonë, qëtu gazna që nderë zera gjatë luftës, sane, po problem dardha pak me ndishme. Çaj janë nderë gazna gjatë luftës, po kanë ende ndikim në pemë që pi Po kultivon pisët. me siguri, po që po nikojnë me siguri, që unë një pas qëtu 150 trupa dardhë, para 3 vjetë më ka dash krejt mi nxerë, se fillu në thaj, unë prit qa mi marja 2000 kg dardhë, edhe në dardhë e lidhme, e rritme, u rrëdhë, edhe unë a tha, më dështë mi nxerë krejt. Tën këtë pëmishtet madhe, tën këtë tokë kultivume. Që kanë lidhë, nështë përshe, besoj që shumë shpejt të dalin, jenë qëshri e mirë, është kvaliteti lartë, është pjesa përshe, pozita shumë e mirë, edhe këtu kanë qenë edhe para 60 vite ka qenë kooperativa bujësore, ka pas pemë të mjellne. Këtu i kanë bon analizat të tokës, të cilën pemë e bë më të shumëti. Edhe që ashtu edhe në kumë vepru, im shku në qatë sistem, po munduar me kultivu, mirë njerët në esë, unë ma shku mi marrë me hëbi, dole në penzion, thasht të angazhuna diqka mustri krejt bëdi ha, musti bo në shash krevetit, punej ka pak, edhe besa është edhe një levërdi, punë djetë, bujësia shpi pa kullum, po edhe levërdi është e mirë, mas pari ki bëllë për vete dhe për familje, edhe normalisht për treg me mujtë sa ma shumë i kultivu me bio. Nështë veç vrejet, tuka, ka marrë plet shtallës, i këm qiti, këm ushqy me plet shtallës, më nështë me vrejt edhe tukën që di këtuhet, po më nëna sa ma pak me përdor herbicid s'po përdore këtu, ja absolutikisht hiq, për bari veç i mshaj Ma frez. shpjegon domethënë për njerëz që se din ky herbicidi çka është. Po herbicidi është me tha barin, po ajo si thahet bari pa ndiku edhe te pema, te çdo pemë nuk bëhet, nuk është fort i mirë, po tash njerëzit po kultivojnë shumë sipërfaqe të mëdha dhe s'ka mundësi, shpenzime të mëdha, fuqia punëtore po mungon, edhe nuk ka mundësi me shate, me freze, me gjitha mi kry këto punë, edhe Është detyruar domethënë me përdor. është detyruar për me ja tha barin se bari e pengon shumë pemën, e pengon. Nëse s'prashitet në bari ja merr ushqimin, ja merr lashtin, ja merr gjitha, ja merr edhe vetit ushqyse, edhe pema nuk mundet me kanë cilësore kur të ka bari shumë. As nuk ja prodhim shumë, po edhe cilësia i mungon. Ti që i ki këtu këtë pemë bio, apo na tregon se qysh e bën mbrojtjen e pemës, domethënë për mos mu hongër prej kryma apo parazita të tjerë. Po prej kryma, unë e bëj spërkatje me insekticid një herë në lullë, edhe ma nuk i starpik i kur. Dash let kryme, dash mos kryme, por nuk këtu sigurisht hajri pak ma i ftëft, na jem pjesën veriore ka, edhe po dalin pak ma vën, pe bë klima ato të vetën edhe po pështojnë pak kryme. Po shoft që se cilën pemë këtu e pas ke ngjyrosur me një Po me ngjyrë. gëlqere. Me gëlqere, trupin jo bëj me gëlqere. Për çka nevojitet Është gëlqira? dezinfektues shumë i mirë, është pak edhe e bën vënimin e lullës, të pemës, e bën për një javë dhe shtyn, gëlqerja, se ngjyra e bardhë nërë kë reflekton dritën, dillin, po të më thonë, edhe pak po janë ndihmë pemëve shumë. Po të edhe dezinfektues i mirë për insekte për shumë se unë tjera. Tën këtë pëmishtet madhe që ki domethënë 70 ari, qysh për kujdesesh për ujitjen e këtyre pemëve domethënë? Jo, këto ujitje nuk kam, as nuk u ujiti kur këto, vetëm bëj lavërimin
edhe me frezim shumë, i prashiti, bari nuk ju lan, heq, do më thonë edhe maksimumin të në tënë verës, ka raste dejnë 4 herë frezim shoj ose 5, më nëna viti, edhe po i rruhet lagështia. Po struktura tokës është shumë e mirë, veç mundi me vrejt, po rregullohet struktura tokës edhe pe rrunë edhe lagështinë. Po ka pak reshje edhe tënë këtë arë do më thonë që e ki edhe tënë 2 pemishtet e që i ki, a pritën më mirë me to edhe me se cilën pem veç mas për me rrujt do më thonë me ly me gëlqere e këtu me radhë? Po jo, këtu po më ndihmon edhe familja, më ndihmon shoqja, djemt, vikendeve edhe kështu, edhe ka një herë po organizoj pak ma shumë. I kom edhe vajzat e vinë, më ndihmojnë gjithë, po bom ka një herë dejnë 7-8 punëtor një vikend, edhe si po bon 7 punëtor, është pemishte vogël, 70 hari nuk është shumë, po shka procedura shpejt. Me traktor për më shoj frez, edhe kështu që mirë po shkën. Që së më ndihmojnë, s'ka rezultat. E du kështu pak ma shumë, kur vi këtu, ju tash me ardhën kohën kur lëlën këtu. Çfarë ajri pasër këtu, gumujnë bletu, në to është knasi, shpirtënore edhe pushën edhe trupi njëjtë. Do më thonë, gjatë gjithë javës stresit që a ki, do më thonë mund është marrë të një vikend edhe mu qëtësu? Jo, në vikendë në vi edhe gati për çdo ditë, marrë energji këtu, kur i shok këtu, marrë energji. Edhe vikendën vinë djemë, se është punon, djali po mirë edhe ai pe don nuk po priton, peshe rezultatin, peshe po mënum sa ma bio, që këta një herë e kom stërpat, ma nuk ka këtë dere të pjeket, mos... S'ka nevoj më mirë? Jes, s'ka nevoj, ma tash levrimin e plehrimin i kom kry. Kur është puna ma e madhe, do më thonë piku i punës? Pa në bëjsi gati punë ka të vazhdueshme, po du të ka thojnë pjesë mja ditë rani pak. Jënë do punë ma me prioritet, jënë do punë pak ma, shkojnë ma procedurë ma kadale, për shembull do të krasitjen me ba, me kohë, është mirë, mos mu vanu shumë. Stërpëkatjen dimërore, lullë kur janë, që vanu është lullë nuk din, ose për shembull do të ka pak me ditë edhe kohën, temperaturën me jo për 7. Unë e kom pa njerëz shkojnë një stërpikin në ora 12 ditës, kur temperatura është 26-7. Bile shpesh kom pas raste i mënu mi këshillu dhe i kom thonë pse po përlodhe shpesh qkep në përpem, po derdhe, mas i ke vendos me hubën që ata derdhe në tokë, bile mos hargjë energjia se djerës. Tha pse, po ti thash në këtë kohë që i pe stërpikin, temperatura ka që e lartë, rezultat s'ka. Unë tash kam këtu, mas që pëjmë vetë regullisht, si zakonisht spërkatin e bëjmë mas dite vonë shumë, x rase mas shumë të e bëjë edhe mas përimi dilit. Edhe hatri bledve shumë, kam me madhëru si bletës shumë, e ruj blet, po edhe mbrëmje shumë, është temperatura bjen, edhe muj me thonë 100% e shëzën spërkatin bima, se është flat, 2-3 dit ka pak edhe pe kry. Spërkatin mas përimi dilit kur temperatura bjen. Ka sukses mas shumë. Me e kom fjallën me insekticid dhe stërpërti tjera. Ti e shpjegohet që edhe përpos furnizimit vetëm që e bën edhe shitjen e këtyre pemëve. Po tash, me thonë drejten, nune për momentin nuk po kam probleme për shitje. Ku pindigjaj dikush probleme edhe qashtu është e vërtet se njerëzit kishin prodhu pak ma shumë, Kosovë, po problemet të shitja, të plasimi deri te konsumatori. Për shembull, muj me thonë, nga këtu edhe shumë tregtarët pe keq përdorin, për shembull, gjithë kjo punë që bëhet këtu, te unë, për shembull, pej fillimit pranverës hershme me krasitje, me spërkatje, mbledhja rrema, prashitja, e gjitha këto që bëhen, don punë, nuk është punë e vogël, edhe me marë, edhe me vjel, edhe me qitë ngajbe, edhe krejt për marë shembull, unë me shit një herë, a i veç pëse e merë për me vetë me matjen me ba me shit 2 herë është tragedi për produsin. Këto produsi shkilet në Kosovë. Unë e fatbarësisht po mënuna me dho maksimumin e me qitë sa ma bie, me kvalitet, edhe kam dëshirë kur një konsumatorë vjen blen për i meje, unë kam dëshirë një kokër kumulla, qërshia, diqka mos mi dale presht. Dhe më thonë 100% si i merë, me kanë i sigurtaj. Edhe fatbarësisht ju mënu që atë tretman me majtë, tash nuk kam problem për shitje, njerëz kam bo mishtëri,
normalisht po dalë që të ku marru një sintezë vogël, këtu e nuki është taza po del. Nuk ose me nuke me nejt 3 ditë ose 4 ditë, sikur në me nuke ose ka raste vjen X raste konsumatori pret me kërë deri të nuke edhe veç se me mote edhe për merë, dhe më thonë pej rremi që nuke, me në në kesë edhe për merë. Matazë s'ka ku shkon. Ka, për shembull, si zakonisht kom pas prodhi ma shumë të kumlla, se edhe ka ma shumë edhe në zhvillu, që mund në ashtë me fikusu kamera. A shku ka dole pak të pjesa e kumllave dhe pjesëve tjera që e ki këtu në pëmishte? Tu që shrijet veç pishej kom 50 trupa, këtu kom pas vishnje, Vishnje. që tu i kom pas 30 cupa, vishnje i kom lënë veç pak, anena dhe prape edhe këtu i kom rrit numrin e kumlla se vishnje nuk shkojke. 1-2 vite më kanë shku poshtë, nuk s'musha me plasu në treg. Vishnje dhe më ka dasht mi hjek. Njëherë pa ta pas prodhim shumë, 2 firma, 3 i thera, jo kena shumë, jo ma vonë, jo ma heret, ma shkurt, nuk ja pa ke bara qiran që të vinë për neve dhe më dash me hjek. Tash kom fillu kumlla, se të reja tash. Të reja, këto kom rru vitin e kalum, që veç ka fillu me prodhu. Vitin e kalum. Kjo është që tash viti 2. Këtu shambull pemt, ka në rast që nuk shiten, edhe nëse ka rast që nuk mund është me shit, qa ju bën, ku i len? Po shkojna te kumlla për shembull, ju më zgjeru pak, unë kam marrë një pajisje me pjek kumllën, pesteli thënë. E paketoj, edhe ka raste që bin tokë ose frymë ose na i breshëm nëse i kam do burë që ato, i qes në burë dhe i kam një mishëri të klines bego të vjen një mere pjekarki. Do më dhënë, edhe përpos që i shetë si frut, do më thonë mund është edhe me prodhu reqela, po edhe për pije, do më thonë alkoholike, mund është me prodhu. Alkoholike, një shok e kam ja paketoj atina, s'po kam problem që 3 vjetë është. Do më thonë edhe kitë punën e qa nuk mund është mishit qa bin ato e ke bo zgjidhje. Nuk ka ndodh, po fillimisht kur fillojnë mu pastru, për shembull par vjet mi ka rrug breshni, mi ka dëmtu, një sasi bukur të madhe, me thonë dikon ja 60% mi ka pasit në tokë, dikon ja 2500 kg më ka dasht mi mledh, mi aqit në bure, edhe orë i ka marrë, ka pje karkiqet. Këtu është pak cilësia shumë e lartë, se nashta më në vërenë dhe kamera është pozit e naltë. Po, është pak ma e pjertë. Po, ka drure. Ka dritë bëll, ka dilë bëll, ajrë bëll, hapsini këm lanë, edhe del cilësia edhe kvaliteti del shumë i lartë i pemës. Do më thonë, e ceke që në vitin 2017, vetë se ke fillu më mirë me këtë punë. Cila u konë pema e parë që e ke mjellë, ose qëka të ka shty ty për më mirë me këtë punë? Pikërisht me pemë, se kështë më mirë shamull me bujtësi tjetër me mojtë na i. E kom deshë dalin e pemëve gjithë kështu pak, se unë jam ekonomist, dole në penzion, me punu diçka në përfima për s'ma ka marrë menja dhe haqë si ma shkurt si hëbi, ju propozova fëmime, thash për mjellëm qito shtalatare, 2017 në vjesht, i kom ndërru të gjitha këtu. Veç për ta da mull, dardë, qërshi, vishnje, kumull, i për ta marrë, ju më shku të firma në pej, ka në Klin Begu të Elek Dohani, është profesor doktor i pendaris, punoj edhe ka pak me ta, është njëri sinqert, Më thonë një konsultua dhe me profesionista kësoj lamije? Po, konsultuan edhe lexoj pak. Edhe normalisht, do sene tash i kom su krasitin e bëj vetë. Po edhe po shihet rezultatit, do më thonë. Veç e bari, për shembull, irrigate shumë i eliminoj, bari, ja pin lakshtin, ja merr ushqimin edhe normalisht e nal. Po shihesh ka gjo marak linkit farë pune. Ta vite tash kumlla veç kanë lidh, bile që jam ka çudit si vjetë që ku mush me vrejt, shumë kumlla, shumë që ku vrejt, shumë interesant binake shumë. Shumë ka dy që. Ka 2? Po, që 2 binake. Kjo, dhe më thonë, jep shaj... A ndodhë kjo rol, po, është jo, ka, po është pak ma shumë që interesant që këto 2 shumë interesant, kanë lidhë mirë janë, pak të ftoftit ne ka dëmtu, po jo, këtu zarë perrok e era, së është kuder. Lindja dillit, për shembull, si të lind dilli këtu i rrugë. Po kanë dill bëll, dritë bëll, ajrë bëll, edhe kvalitetet e cilësia. Tona kushtet plotësohen që... Apo më të regon ti mu cili është fruti që shitet mas shumë ti prej teje? Po mu shit, për shembull, në fitimet më mëdha e kom pas me kumull, se kumulla dha prodhim më shumë.
edhe... Përpos që shetë si frut e bën edhe si reqel, do më thonë. Po, edhe reqel, do më thonë, e përdori maksimalisht, nuk e la më shku poshtë kur gjë këtu. E kam fjallin të kumla. Po edhe mullat, mi ka dhënë do kvalitetet mira, e kam mullën një nagal, është një mull me cilësi shumë të larta, piqet pa e gjisim pranve në vjeshtën e hershme, mullë e mire, sheshme, po mënuna me bo sa ma bio, spërkatje të në vejre nuk i baj, ka pak bile do pika po mi bojnë, po mu s'po më nga na, jo dhe peshadat e njerës që mi marrin, dhe më thonë ma që po kanë, është me kanë edhe neja, ato këtu me krym me kanë, e me marrë se për shembull me kanë sikuna gjami e mos me pas shije. Kvaliteti është i lartë, po mënuna vetë, sa se piha dhe vetë, po mënuna sa ma bio mi përdor, sa ma pak me përdor, insekticid dhe pesticide tjera. Për rujtje këtu nuk përdor, të mulla kam fjallin pesticide nuk absolutisht nuk i qesiq, kur fare, insekticid për mos më krym lull, për përdori, ma vetëm një herë dhe ma nuk përdori. Peshon këtë pjesën të majtën temë edhe do kosheret bledve. A janë ato kosheret tua, bledve tua? Po, bledve mija janë. Mirë është edhe me prodhimin e mjaltit, apo? Ja, shumë pak, vetë sa për veti këm pas qef edhe për shkak të pemtari që këm po, po këtu pak po mi dëmëtën edhe era edhe uj pak këtu po mungan edhe nuk po me bledve nuk po më shënë bashkë mje. Se këm pas për para dhe në 5 gjalacopa, këm arru dhe sa nuk vetë para luftës e këm fjallën, këm pas bledve me të më thonë mjallë me dhe 100 tegla e këm pas më rana viti, e që si vjetë nuk kam, se po mi dëmëtan era këtu, po më duket shumë po më sillet era këtu, po fatëvarsisht PM po më pështojnë. Për shumë që asfaltën aksin rrugor Mitrovic Skënderaj që kem tu, është për bus rrugës, një 200 metra ma push në lugë, ja ka prish. Që të më thonë vija erore, të ikon 200 metra, i ka sos krejt ftaftit, këtu të më thonë zara po i terë, ajri dhe drita e fryma po i terë, edhe përqindrojnë temperaturë sot ma shumë. A poshtë që 2 vija erore 200 metra ja ka prish krejt, mijat që plët kanë. I cike marret që nuk hinë në një sistem të ujitjes këtu për pos të reshur atmosferike edhe që borin që ik. A ke planifiku në herë me përu këtu ujitjen? Po vjetë e ka marrë një shok të mërinje që ka këqyrë për ujë, më tha që ka, thellësi nuk e di ke sa shkën, po ka. Edhe që atje edhe një 2 vende më ka gjetë naltë atje. Dhe për mes bunarit? Nuk kom qare po, me qelë në i posë, me shpumje du të me vose, diçka du të me animu pakse. Ka ndryshu që 2 vjetë, 3 vjetë ka ndryshu shumë. Tërishën të atmosferike ma pak po ka të në Kosovë, nuk e di pse, verës, bashkuro kulmi, dhe më thonë, maj madhe, që po do të me dhe me dha prodhim të pëmt, frytet me rritë që atëherë, po mungon, si zakonisht ka rriku gushti. Po ka shumë pak tërishën, me ja një mu, po ka pak ma mirë konë. Me gjithë si bëllë, po mënu në strukturën e tokës, lavrimin me freze, me bëllë për bojnë pjeda maksimumin, po ka nevojë edhe pak hu. A ke menu në herë më nalë për këti aktiviteti, me stopu, do më thonë? Pa jo, nësot i këm bo 64 vetë, me qa më marrë tjetër? Kjo është për mu knatësi, ka nere vi veç ule që ato rri, këqyri, ajri pastër, natyra gjelbrim, rrëth mal, pozita geografike e fshatit është e mirë, knoqna. Mjaftën qëtësia që i ki këtë? Qëtësi, absolute. Shpesh e pe në tela të msheli, vinë fëmija djalli të vrapoj, kësaj nuk i qërshia, pëm, hasret për presin mu pjek marë. Edhe ashtë vogël qenë. A ki një mesazh ti për dikën, përgjithësi apo dikush që ka fillu më mirë me këtë punë? Unë ka mesazh, rinia do të më fokusohu drejt me punu, jo me pas mendime me jetu në korrekt të tërkuj. Pa punë nuk ka kur gjë. Me punë arrijet gjithçka. Sot edhe me punu, edhe në Kosovë ka. Se ka fillu mu vlerësu puna. Fuqia karajt punës ka fillu mu vlerësu. Kanë fillu, njerëzit ka pak më vidisu, shpesh në peshët e qmimit, për shembull, interesant pak, ma shumë një kur nuk ta vete, ka këqyr vetë të qeshtja e qmimit. Tash kanë fillu më vidisu edhe për këqyr cilësin, kualitetin, fort nuk po interesa për qmimit. Për këqyr, ma mirë me marë nashta 1 kilogram të mirë, e kualitet, me cilësi të lartë, se nashta me marë 5, që nashta në organizën të bëtë dëmë. Ti të hangre e një në barkën veç rruplimi shka. E këtu, nuk po kam problem, deri sash nuk po kam problem, tash qa më tash mas nuk di. Po pallata është zvoglu, shumë. Peshat e shpia të na, fshat ka qenë, fshat, më me thot, qender, aksi rrugor, në rrugjen e konë, fshat, aksi rrugor e danë shatin 2 pjesë.
ke mujt me shku ku dush, pej vitit 71 e kemi shëritin asfalt, na më thonë rrugën e kena pas mirë, gjitha kushtet i të mira, mirë po, problem kanë lëviz shumë jashtë, kanë lëviz, jenë me shtëpia thata, shtëpia të bukura, ma dënë mi pa, thot. Po për këta bëjqit që e kanë bo një rritje të jashtëzakonshme të çmimit, për shembull të pemt, çfarë mendimi ki për këtë sen? Po, une edhe ceka dhe pare. Me mujt, me çmime duhet me pas një kujdes. Për shembull, jo me arë të one, për shembull, 1 kilogram kumull mu shit 50 cent, mos mi mbulu as shpenzimet të frezës as të kurgjafit. Po jo edhe një kumull me shit 2 euro, për shembull, ose 3 euro. Çdo kush, për shembull, kemi eksperta bujqësi sa dush në Kosovë. Kalkuluar një çmim bre, kalkuluar një çmim me malum një fitim, edhe traktarit një fitim, ama jo për shembull një traktare qysh dën me valeru me çmime më arë të ënë, qysh e ceka pare, për shembull më kushtu mu, unë me shit 1 kilogram kumull për 1 euro, ai me shit 2 euro, veç pse e matë në vakë. Është merë. E di që ka shpenzime, e di që edhe ai ka nështë prishje, edhe ai ka një rrezik të këte artikull, po jo tash pse vjen momenti nuk ka kërkon e ngritë çmimin. Ose po ka bëll, edhe le shkon poshtë, veç te uli, veç ti thom let shet diçka. Kjo më pengon më shumë. Nderuar, faleminderit për këtë intervistë. Me nderë qofshi, faleminderit edhe juve për vizitë. Jeni të mirë se ardhë dhe vizitave tjera, po tash me më ardhë pak ma vënish, nërsa ka pasur qërshijat pjekta. Po, du të më ardhë dhe një herë në qërshur mi kërku qërshijat, pa tjetër. Faleminderit. Mirë se ardhë. Faleminderit edhe juve shumë. Dhe a zonja dhe zëtëri, sa për përfundova prashritjen e kësaj kumlle, vazhdojmë edhe me pjesë tjera me prashrit të orës këtë, e deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje.